Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka përshëndetur aktin e terriut shqiptar Elton Zefi, i cili shpëtoi një 85 vjeçar, i cili ra në lum me makinën e tij dhe rrezikonte të mbytej. Kryetaria e qeverisë italiane shkroi në rrjetin social këtë të shtunë se jeta e një personi arriti të shpëtojë fal guximit dhe altruizmit të terriut shqiptar, të cilët e cilësoi një hero. Elton Zefi, 32 vjeç, nuk hezitoi as për një sekond kur pa një makinë të zhytej në ujërat e kanalit Battaglia në Padova. Ai u hodh menjëherë në ujë dhe arriti të shpëtonte jetën një biznesmeni 85 vjeçar, i cili rrezikonte të mbytej brenda automjetit të tij. Ngjarja ndodhi të enjëtën me 29 orë pak pas orës 11.